Pritje si erdhi fundi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se gjatë së premtes ka përfunduar numërimi i votave me post dhe së shpejti KQZ-ja pritet të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Me të marrë këtë lajm, krerët e partive politike në Kosovë kanë falenderuar votuesit e tyre. Fituesi i zgjedhjeve Albin Kurti i Lëvizjes Vetëvendosje ka falenderuar qytetarët të cilët i kanë besuar. Faleminderit të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës që nuk lëshuan pe dhe votuan për siguri dhe begati, thuhet në njoftimin e lëvizjes Vetëvendosje. Edhe kandidati për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës Bedri Hamza është shprehur falënderues për 192.407 vota, ku sipas tij këtë besim e marrin me përgjegjësi të madhe. Ndryshe përveç lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës, edhe kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka reaguar duke thënë se do të dalin faqebardh dhe kryesia e saj do të mblidhet ditëve në vijim. Abdigjiku ka falenderuar 126.102 qytetarët të Kosovës, të cilët i kanë besuar LDK-s në këto zgjedhje.